Talemi tani edhe sërish do të lidhe me kolegen Raziela Myslimaj pasi ka zhvillime përsa i përket negociatave në kampin e Partisë Demokratike dhe të opozitës për gjetjen e një emri konsensual për Bashkinë e Tiranës. Ka ditë që ka nisur negociatat e Partisë Demokratike me kryetar apo me parti të tjera të opozitës. Sot u zhvillua një takim edhe me Partinë Mundësia. Por cilët janë emrat cilët janë hedhur deri tani në tryezën dhe që po diskutojnë? I marrim këto detaje me kolegen Raziela Myslimaj. Përshëndetje Raziela, emrat tashmë kanë dalë, themi emrat e parë cilët janë hedhur në tryezën e bisedimeve? E vërtet, ka nisur të artikulohen emrat e parë nga opozita për kandidatin që do të kenë për ballo Gerta Manastirliut kandidaturën e socialistëve dhe vinë nga Partia Mundësia, e cila vetëm pak qaste më parë ka përfunduar një takim me grupin negociator të Partisë Demokratike të mandatuar të mikështu nga Sali Berisha për të gjetur një figurë konsensuale së bashku me partitë e tjera opozitare. Partia Mundësia, siç Report TV ka mësuar, ka propozuar emrin e Ermal Hasimias, është një publicist, shkrimtar dhe një pedagog i shkencave politike, një emër i njohur në rrethet mediatike dhe politike për shkak të angazhimit të tij, analizës kritike, por edhe të angazhimit të tij si shkrimtar dhe po ashtu është hedhur në tryezë edhe emri i Edlira Çepanit, një aktiviste e njohur e të drejtave të njerëzit, e cila është njohur për aktivizmin e saj dhe për angazhimin e saj opozitar, por gjithashtu edhe gruaja, bashkëshortja e ish deputetit të Partisë Demokratike Gerd Bogdanit, të ndjerit i cili u nda nga jeta një vit më parë. Këto janë dy emrat e parë të artikuluar nga Partia Mundësia, e cila në fakt, siç deklarua në prononcimin për media pas takimit që u mbajt me grupin negociator, kërkuan që emri i cili do të përfaqësoj opozitën në garën për Bashkinë e Tiranës të jetë një emër i cili është mbi palët, pra jashtë partive politike, jo i angazhuar me njërën apo me një tjetër forcë politike, dhe me sa duket sipas Partisë Mundësia, këto janë dy figura dhe dy personazhe që i plotësojnë më së miri kriteret e tyre për një figurë me integritet, profesionist, për aktivizmin opozitar dhe për figurën me integritet në publik. Janë emrat e parë të artikuluar, nuk përjashtohet mundësia që edhe nga radhët e tjera të partive opozitare, pasi negociatat dhe takimet do të vazhdojnë të propozojnë emrat të tjerë për të kaluar më pas edhe në një vendim politik të përbashkët së bashku me aleatët e Partisë Demokratike. Negociatat në rtil kanë filluar qysh ditën e shtunë kur Partia Demokratike nisi takimet me Fatmir Mediun të Partisë Republikane dhe Agron Dukën të Partisë Agrare Ambientaliste, të njohur si dy aleatë tradicional tashmë të Partisë Demokratike, por pas takimit qoftë zoti Duka ashtu edhe zoti Mediu nuk folën për emra konkret, por folën vetëm për një përcaktim, le të themi kështu, të përgjithshëm të kritereve dhe identikitit që duhet të ketë kandidati që do të përfaqësojë opozitën. Takimi është zhvilluar po ashtu edhe me përfaqësuesit e Partisë së Lirisë, në mungesë të Ilir Metë, sigurisht përfaqësues ka qenë Tedi Blushi, dhe së fundmi ditën e sotme me Partinë Mundësia. Pritet në vazhdimsi që të ketë një tjetër takim me përfaqësuesit e PDI-us, mes Partisë Demokratike dhe përfaqësuesve të PDI-us, për të dakordsuar fillimisht kriteret apo identikitin që do të ketë kandidati opozitare, më pas mund të kalohet edhe në emra konkret siç ka bërë edhe Partia Mundësia së fundmi, ndërkohë që negociata apo takime informale janë zhvilluar po ashtu edhe me Nis Monthurje të Endri Shabanit dhe një diskutim po ashtu informal edhe me Partinë Adriatik Lapajt Shqipëria bëhet, megjithse palët, pra me të dyja këto parti, Partia Demokratike nuk është ulur zyrtarisht në negociata për të diskutuar nëse do të marrin pjesë dhe do të jenë së bashku në frontin opozitar në betejën për Tiranën, apo do të, le të themi, diskutimet e tyre do të çedojnë pikërisht tek emri i kandidatit. Pra, nga ajo që ne po shohim deri tani, Raziela,
partit jashtë Partisë Demokratike, partitë e tjera opozitare, ose t'i quaj partitë e reja, le themi, jo ato tradicionale, janë për një emër jashtë politikës, se në koridoret dhe brenda, le themi, grupit parlamentar të Partisë Demokratike, apo dhe partive opozitare tradicionale, kanë fjalën për Partinë Republikane, apo për Partinë e Lirisë, janë për një emër politik, pra ka, le themi, një debat të brendshëm. E vërtet, nga partitë e reja të dalarishtëzi që kanë garuar edhe në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, propozimi është ky që të jetë një figurë përbashkuese dhe jashtë partive politike në mënyrë që të mos krijojë ndasi, por të bëjë bashkë të gjitha partitë opozitare dhe të maksimalizojë votën e opozitës drejt një kandidati të vetëm, pasi sipas argumentit të tyre një figurë politike të supozojmë nga radhët e Partisë Demokratike apo i atashuar me Partinë e Lirisë apo me cilën do parti tjetër, do të fragmentarizonte votën, do të ngjallte pakënaqësi mes radhëve të tyre dhe ndoshta nuk do të mund të mobilizonin të gjithë mbështetësit e tyre në një drejtim të vetëm për të mbështetur kandidatin politik të propozuar. Megjithatë, gjasat që Partia Demokratike të shkojë me një figurë jo politike duken të vogla, përsa ko në fakt kundërshtari i tyre, Partia Socialiste në këtë rast, emri që ka propozuar është një emër tejet politik, dhe zoti Berisha në fakt, siç është Gerta Manastirliu, dhe zoti Berisha në të paktën në diskutime dhe në daljet e tij të mëparshme publike ka deklaruar se për Tiranën nuk mund të ketë një emër jo politik, dhe këtu i referohem zgjedhjeve të shkuara për Bashkinë e Tiranës, kur emri që vendosi përballë Erion Veliajt aso kohë ishte një emër politik siç ishte Belin Kolliçi, dhe në fakt edhe në atë kohë ka qenë ky diskutim nëse Partia Demokratike për të maksimalizuar votën e saj do dilte me një emër, me një figurë politike apo me një figurë jashtë radhëve politike, jo i atashuar me një forcë dhe me një ngjyrim të caktuar, por që do të bënte bashkë të gjithë frontin opozitar. Aso kohë zoti Berisha vendosi të shkonte me një kandidat politik. Në këtë zgjedhje mbetet për të parë. Faleminderit Raziela për gjitha këto informacione.